që s'bëj asnjëherë fundjavë të plotë, bëj vetëm të shtunë diel. Sakrifikon. Sakrifikon. Po nga ndonjëherë kjo e prendja, kur ndodhin ngjarje të mëdha të prendës si punë e kësaj, ka vlerë apo jo? Ka avantazh. Ka avantazh. Kam thënë di Xhumaj, nuk është kështu. E Xhumaj. Frap të gojimat më çorë, të shmendi. Lajmi i fundit ka të kushtetuese Rezon Ramsin. Flogert para se të jap fjalën Arshtit dhe Kullës, edhe pse me Kullën forum goxha gjatë për këtë çështje, po ishin momentin që po ndodhte gjëja, që e rën lajmi. Të lutem na shpjego, ç'është ky rezultat 4-4, na shpjego një fundin, pastaj mund të merremi me pse u zgjat kaq shumë, ç'a dim nga brenda etj. Pse 4-4 Rezon Ramsin? Pse i jep të drejtë gjykatës GKK-s, pra gjykatës thuaje Gjykatës speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Bravo. Pse i jep të drejtë kësaj 4-4? Normalisht çdo teleshikuesi na shef tani, thot 4-4 Barazin, vëlla fiton asnjëri as tjetri, si në futboll. Pse në këtë rast Barazini është në favor të GKK-s dhe në disfavor të Ramsit? Na shpjegojnë fjalë thjesht ashtu më thënë? Sepse Këshilli i Ministrave kishte kërkuar që vendimin e GKK-s për pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres energjisë ta pezullonte gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese e kishte të pamundur, sipas saj, të krijonte një shumicë të thjeshtë, pra 5-3, ose 6-2, ose 7-1, ose 8-0, që të rrezonte këtë. Pra gjyqtarët janë ndarë 4-4. Nëse gjykata kushtetuese do kishte ekip të plot prej 9 antarësh, siç duhet jetë, pra i mungon një antar, nuk është zëvendësuar akoma, mund të kishim, por do kishim patjetër një rezultat ndryshe. Do ishin, sepse është numër tek. Se është numër tek, se prandaj është e tillë, me numër tek. Tani që s'është numër tek. Tani që nuk është numër tek, shifrat janë totalisht. Tash është numër çift. Tani është numër çift. Dhe pse duhet që 4-4 të jetë në favor të njërit dhe tjetrit? Sepse ai që ka kërkuar rrëzimin e një mase është kryeministri, dhe duhet që shumica e gjyqtarëve, një më shumë, jetë në favorin e. E kuptova. Në momentin që Po që del Barazin, as ky nuk e merr, as GKK-ja nuk e merr. Jo, ngelet në fuqi vendimi i GKK-s, pra pretendimi. Pra rikthimi i masës i pretendimi, pra kush pretendonte të ndryshonte masën? Kryeministri. Po, normal. Duhet shumica e gjykatës, ky është parimi bazë, duhet një më shumë se gjysma për të kthyer një vendim. Këtë një më shumë Rama nuk e mori dot. Kështu që duhet të një gjë tjetër, që precedenti nuk është krijuar. Pra nesër kur të bëhet gjykata, fjala vjen me 9 antar, dhe Spaku të kërkoj eventualisht pezullimin e një ministri tjetër ose të kryeministrit, ai e çon sërish në gjykatë kushtetuese dhe mund të ndahet 5-4 në favorin e Ramsit ose në disfavorin e tij, dhe aty pastaj krijohet, pra nuk kemi një vendim sot. Po pra, por të gjitha rastet, edhe po u bë me 9. Vendim kam. Kemi një vendim që ndan një herë mirë sharpin nga sheqeri, më kupton? Pra ky është një vendim pa vendim. Janë ndarë në proporcion drejt dy ekipe brenda gjykatës. 4 thonë është okay GKK-ja, 4 thonë nuk është okay GKK-ja. Tani këtë e kanë në një farë mënyrë kanë la duart, si thon llafi. Ramsi me gjithë më falë, Arsi, Ramsi me gjithë pushtetin. Kjo është një superzgjidhje ebraike. Ebraike është. Ta tregoj? Po me që e the, na troqë vëmendjen. Ebraike, po? Shkuptim kulla. Shkon ai çdo ditë shtunë e brejnë tjeti që kanë shabatin. Nesër shabat, ka hyrë shabati sot dhe kanë festë e brejt. Të nuk janë të premten, apo kanë të shtunën, po? Shtunë pra? Të shtunën, po. Edhe të premten kanë muslimat. Edhe i shkon gruaja e njërit rabinit dhe i thot rabinit, rabin thot burri im pi alkool, burri im thot është nga ata njerëz që lup bixhoz, nuk vjen shtëpi, kur vjen më rre, etj. Ti si rabin që je thot duhet marrësh dhe ti flasësh thot se po prishim familjen. I thot ai bia ime ke drejt, javës që vjen thot do t'i them burrit tënd vi këtu edhe. Shkon burri pas një jave, edhe i thot rabini, thot, merdi gruaja jote, thot, ç'është kjo punë, thot, po prish familjen, një t'ju kthy ai burri rabini, thot, ç'a rabini jeti, thot, ajo është pise, nuk kujdeset për fëmijët, nuk kujdeset për prindit e tjerë, thot, dhe ti më vën që të sulmosh mua, duhet sulmosh ato, thot, se ajo po prish familjen. Ky është shef dhe i thot, biri im, edhe ti ke drejt, thot, pa merak, thot, se do flas me të. Ikën ai dhe rabini kishte një djalë të vogël, kështu që po mësonte për të bërë rabin. E shefa i thot, ore ti, thot, pse gënjen, thot, ti gjithë ky rabin, thot, që nga edhe gënjeshtar. Po pse, thot,
Po i thot, i the edhe gruas ke drejt edhe burrit ke drejt. E shef kjo thot, edhe ti birim ke drejt. Kështu është. Pajtohet me kullën. Zgjidhje ebraike pa parë. Pajtohet me Pra mund kullën. të ketë drejt flogu që thot, përdesa s'janë numër tek, 9 veta, nuk është bërë akoma Për momentin, president, jo. për momentin unë të thash para se të ashtu që do kemi ndryshime të thella të qeverisë shumë shpejt. Arsi. Pretendimi i qeverisë për ta çuar në gjykatë kushtetuese ka qenë ajo që tha Flogerti, që mos krijohej precedencë sa i takon zyrtarëve të lartë. Dhe ky pretendim në gjykatë kushtetuese për zonjën Balluku ka qenë për faktin që ajo mbante 2 funksione ekzekutive përveç funksionit legjislativ në parlament. Dhe në momentin që shkon në gjykatë kushtetuese për të shqyrtuar, ishte për të vetuar precedencën. Dhe ky vendimi ditës sotme i gjykatës kushtetuese e eviton precedencën, por nga ana tjetër nuk del me një vendim të qartë, që do të thotë si pas edhe mënyrës se si funksionon edhe se si ka pasur procedurat, se si kanë funksionuar procedurat në rastet më parshme, do të ketë një datë tjetër, ku do të ketë mbledhje të seancës plenare, dhe kjo seancë plenare do të jetë një seancë plenare e veçantë, ku të gjithë palët që kanë pretendimet qoftë nga ana ekzekutivit, qoftë nga ana e qeverisë, qoftë nga GKK, po, do të ketë një seancë tjetër, sepse kjo nuk konsiderohet vendim përfundimtar për zonjën Balluku, duke qenë se ka barazim të votave. Që do me Ka thënë, vendim, jo, ajo ka rënë, sepse zonja ngelet fuqim, ajo, pezullimi. Ajo ka rënë, unë mendoj që pas kësaj që ndodhi, Rama nuk do bjerë më në kurthin që të shkojnë në thertoren ku do të vendosin me i vendim me votim, sepse ndryshe atëherë nuk ka asnjë lloj logjike. Ndryshe nuk ka asnjë lloj logjike që ai ka majorancë politike. Po, çështja është që me procedurë duhet ketë dhe një seancë tjetër ku gjykata kushtetuese duhet të dalë me shumicë. Sepse nuk ta njeh 4-4 si përfunduar. Ka përfunduar, ka vendime. Ne po themi procedurë, tani se në Shqipëri procedurat shikoj, e ke shumë gabim. Votimi është shumë i qartë, është 4-4. Ai duhet ta kuptonte kur ra me votimin me Erion Velin, se e la mendja. Do hiqte Erion Velin me votën e partisë dhe Këshillit Bashkiak, ndërkohë që është një person i zgjedhur, dhe hëngri goditjen e parë. Kur çfarë muaj ishte? Tetor. Kur ishte? Veliaj. Ç'është Velia në gjykatë kushtetuese? Po, në fillim tetor. Kjo është goditje 2-3 që ha në gjykatë kushtetuese, dhe unë nuk besoj që ai për herë 3 shkon në gjykatë kushtetuese. Jo se do ta çojë qeveria, por si procedurë, gjykata kushtetuese. Jo, si procedurë, gjykata kushtetuese. Janë 2 palë. Jo sa të përfundoj si shas. Je i qartë, po prita dëgjojmë sa dëgjojmë sa po tas. Si procedurë, në momentin kur votimi del barazim votash, duhet të ndërmarrë një seancë plenare të, po themi, sui generis, ta quajmë pra Keni këtë e thua sepse është ideja jote apo ke info? Nuk është ide, kam info, të paktën me aq sa e pash unë tani procedurë në një shpejtësi, flitej që kjo nuk njihet si vendim përfundimtar i gjykatës kushtetuese. Pra, lë në fuqi pezullimin, por duhet që gjykata kushtetuese patjetër të dalë me shumicë votash që të legjitimojë vendimin përfundimtar dhe t'i hapi. Kur është shumë Po tani duhet ta negociojnë ata me njëri tjetrin pra, duhet ta negociojnë që të dalë 15-3. Do filloj nga e para. Jesh i bindur për këtë. Bindur për këtë. Ngrihet beti. Jo ka përfunduar dhe unë sepse 4-4 do thotë që këta gjyqtarë këta kanë patur një përplasje shumë fort me njëri tjetrin. Kanë mbaruar 10 orë, 11 orë. Kjo histori për sot ka mbaruar dhe unë mendoj që Edi Rama nuk ka për ta ngrënë më kurthin që të shkojë në thertore me votë gjyqtarë, sepse mund t'i bjerë dhe qeveria. Je i sigurt? Po, të shikupton. Po ç'do bëj Ramsi tani pra? Atëre Flogert. Nuk i takon më ekzekutiv. Atëre Flogert. Ramsi vlla, se ja thash kullës që parë, po kulla tha jo, mund të ketë drejt, unë thjesht jam detyruar të bëj pyetje. Më fal. Hipoteza. Ramsi vlla, kemi një precedent apo jo Arsi? Se është e njëjta pyetje për ty, se me kullën e bizdova që parë. Kemi precedent, Flogert, që Ramsi dha vendimin e kushtetuesës atëherë, që ishte shumë i ngataruar, ai po çon si ka. Atëherë një jurist shumë i rëndësishëm i këtij vendi më thotë, ky është një vendim dhe pikë. 5-4 apo 9, ky është një vendim gjykata dhe çështja është e shqyrtuar. Të më konfirmojnë dhe mua. Po, kjo është. Me nesër Arsi bravo qofse ka, pra, thuash, gjithsesi ka menduar një rrugdalje. Po, sepse gjithmonë në drejtsinë shqiptare mendohet një rrugdalje. Dhe mund të ndodhi edhe kjo pista. Po ndodhi kjo Arsi, duhet të bëjmë një big up Arsit pa parë në studio. Është vendim gjykata. Ore të shohim. Jo, ajo që mund të Mala kulla në mes pyetjen vlla. Le të marrim sot Arsi që mos rrim te kjo, që mos mërzisim dynjan. Patjetër. Te këto cicmicet juridike. Le të rrim te fakti që tani juridikisht Balluku s'shkon dot më të zyrë që nga nesër. Jo. Ashtu.
Tani vëlla, pyetja ime është e thjeshtë. Ramsi ka dhënë prova, është ai që fuqishëm, për arsye që kemi thënë sa herë. Se dim. Dale. Janë dy vendime rreshje, ai po Mos më prapër herë të dytë. Ta mbaroj fjalinë se pastaj ti ke gjithë kohën tënde. Të lutem Kulla, se e kam me njerëz, të kam me ty. Që me rastin Xhaçka ka krijuar precedens zotëri. Se ka pjerdur fare gjykata kushtetuese. Jemi dakord? Flogert Arsi Kulla, jepi. Nisë Kulla e tha xhama, po Kulla ka tjetër vendim. Pa kontekstualizim për shqiptar, për njerëzit që na ndjekin për rastin Xhaçka. Po pra. Gjykata mori, socialistët e çuan në Venecia dhe morën një përgjigje, një opinion, ku i jep të gjysmë drejt opozitës, gjysmë drejt mazhoratë. Bravo, është ajo ebraike i thot Kulla. U kapën pas fijes barit që deputetët e kanë të shenjtë votën, mund t'i komandojë njëri dhe ata ashtu duan ashtu votojnë. Ashtu. Ndërsa rasti që po flas, Ballukut po, është i një natyre tjetër, sepse Rama e ka njohur si problem pezullimin dhe e ka çuar për zgjedhje tek gjykata kushtetuese, e ka çuar Rama. po pra. Dhe gjykata kushtetuese, që Rama e njeh për sa kohë e çon për zgjedhje. Shumë mirë, mori këtë vendim sot. Merr këtë vendim. Në disfavor të tij, të interesave të tij. Tani. Nuk e di a është në disfavor të interesave të tij. Se precedenti nuk është krijuar. Mos harro. Mos harro. Si s'është krijuar? Precedenti nuk është krijuar. Jo, krijohet për Që mund pezullohet çdo, jo. Sepse nesër gjykata kushtetuese për Ramsin mund të argumentojë, nëse në rastin e Ballukut pra, po do jetë një luftë permanente. Nuk prishet puna e qeverisë, marrvajtja, në rastin e kryeministrit prishet. Për shembull, ka të vështirë gjykata kushtetuese do mos luan precedent, ti e di shumë mirë. Qartë. E ka shumë të vështirë. Po këtu nuk ka marrë vendim prandaj. Po dëgjoj, Kulla ka drejtu. Po nëse janë 5 Ti the që është vendim, por sapo e pranon. Nuk më kupton. Nuk ka marrë vendim, sepse janë ndarë 4-4 dhe thjesht mos marrja e vendimit, pra një vote plus, lënë fuqi atë vendim. Nesër bëhet 5-4 qoftë në disfavor të tij, more. Nuk po them, por ka një gjë që është interesante që duhet presim ta shohim. Varet si do e lexoj Rama këtë vendim gjykatës kushtetuese. Në qoftë se Rama do e lexoj këtë vendim gjykatës kushtetuese, si Arsi për shembull, që prit ta mundem të lutem të lexoj, jo, të lexoj vendimin e gjykatës kushtetuese. 2 pika. Ka 2 argumentime, Po, prit, jo, ke këtu, ke të faqe gjykatës kushtetuese sa më çuan. Jepi. 1. Gjykata kushtetuese për sa më lart vendosi rrëzimin e kërkesës. 2. Heqja e masës pezullimit caktuar vendimin e mbledhjes gjyqtare datës 12/12, pra lëm fuqi pezullimit. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn fuqi në ditën e votimit fletore zyrtare. Momenti që votohet fletore zyrtare, zonja Balluku s'është më zotës kryeministër. Ky është vendimi, ta çoj që ta kesh. Jo, është në faqen zyrtare, edhe pse argumentimi... Po jo nga nesër, pra, duhet botohet një faqe zyrtare. Argumentimi është absurd, më thonë juristët. Kjo është tjetër gjë? Jo, thjesht për... Vendimi është ky. Jo, patjetër, më nuk... Unë jam jurist, nuk marr për Nuk diskutohen vendimet e gjykatave, po thjesht argumentimin mund ta trajtojmë me që vendimi nuk kemi ndërmend. Hapësira për diskutim është vetëm që ka dalë 4-4 vendimi. Edhe asnjë hapësirë momentin që edhe ata më thonë që tek argumentimi, edhe ata që janë pro pezullimit, thonë që pezullimi merret në kuvend. Pra, dhe kanë vendosur që ta pezullojnë, japin okej pezullimit, por në fakt pezullimi e thonë dhe vetë që merret vetëm thonë që merret në kuvend. Nga ana tjetër, pezullimi nuk lejohet fare në fakt, nuk shkruhet asgjë kundi. Pra fjala pezullim nuk shkruhet as që e jep parlamenti, as që e jep gjykata. Po pse nuk ishte objekti i kërkesës Ramsit? Ka një lloj, ka një lloj, ai është objekti i kërkesës Ramsit, është si pasojë e kërkesës prokurorisë. Jo e kërkesës prokurorisë, si pasojë e vendimit të gjykatës. Po pra, e kemi bërë gjykatën me prokurorinë një ne, se kështu jemi mësuar. Jo, se kemi bërë ne. E kam bërë këta burrat që janë gojë me 140 vota dhe për 10 vjetë na kanë bërë kokën na. Ja, ta majnë të shë. Por ka një gjë që du ta themi, Çan. Qofse duam, edhe pse është lajmi i fundit dhe është i nxehtë, po ta lexojmë ftohtë, ka një simbolik që mua më duket situat win-win-win. Kjo i tha Kulla pra Perl, zgjidhje ebraike. Sepse, jo, po ta shpjegoj për te prindërve dhe nipit, që ishte ajo. Me këtë vendim, precedenti nuk krijohet. Zonja Balluku nuk i hiqet mandati nga komisioni, me 9.9%. Tani po bëjmë parashikime,
Edhe Fiqet mandati do me thënë që nuk e çojnë fare për të atë votuar. kërkesën që ka bërë Spaku në Kërkesën për parlament arrest. mandateve nuk do i hiqet, sepse do argumentojnë që zotrinj, a nuk e donit në detyrë se prishte provat. Po. Nuk e keni në detyrë, kjo vazhdon deputete, ju vazhdoni hetime. Po sepse ajo ka imunitetin e deputetit dhe është normale. Dhe, po pra, ajo... Po duhet shpreh me vot ama. Me vot do shpreh. E pra në rregull, po ki parasysh një gjë që janë po këta njerëz, po kjo parti, po këta njerëz nga dalë. Unë parashikoj nuk që kanë shkarkuar para arsin e Ballukut dhe deputet të tjerë po nga majoranca, janë burg njerëzit. Nuk më kuptova Ilir. Mund të jam dakord, është tjetër gjë që po thuat. Rasti nuk i ngjan më. Unë po them që në këtë Prandaj rast po them unë ty që Rama do jeti detyruar të mos shkojmë më në thik si në këtë rast, po t'i japin një zgjidhje politike se me zgjidhje juridike, siç tentoi tani me gjykatën kushtetuese, mund gjendet që t'ia rrëzoj gjykata kushtetuese qeverinë. Ja çfarë do bëj ai? Do rrëzoj gjykatën kushtetuese, s'po ndot pra këtë po të. Me 4, po se bën pra dot. Fjali e fundit. Me 4, aty e ka gjithë legjitimitet. Me 4-4 që ka vendosur sot, duke mos marrë asnjë vendim në kuptimin e vendosjes precedentit, Ramës i ka thënë rriqet, Spakut i ka thënë nuk po ta cënoj imazhin, dhe Ballukut i ka thënë me këtë vendimtimin ti nuk shkon dhe kuvendi nuk kap se të ta lëshoj ty imunitetin, sepse unë po t'japi dorë këtu. Mua më duket më shumë si një situatë fitore e mirë kalkuluar nga, unë them që gjyqtarët një mënyrë kanë bërë politik. Janë gjithë palë. Tani, nëse shikojmë në këtë këndvështrim, i bie që dhe shikojmë që është win-win-win, ta shikojmë si në biznes, i bie që duhet t'jesh palë që ti ta çosh çështjen për ta bërë win-win-win. Po s'është ky thelbi. Gjyqtarët mund ta kenë bërë, m'fal, gjyqtarët mund ta kenë bërë sepse nuk kanë patur guxim që të marrë një vendim të fortë, 5-3 për njërin apo tjetrin. Ore, mua më vjen një kështu i gjykatës, një vendim gjykatës, po nga që është me gërma të vogla shumë. Që thot? Ta çova më brenda. Jo, atë që më çove ti kulla është më i shkurtër. Mua vjen një gjë shumë e gjatë tani këtu, vëlla, po që po thuj Ledio, sta lexoj Ledio. Jo, nuk e, është shumë i gjatë më kulla, është llaktar më burr. Po që unë nuk e lexoj dot sepse ka gërmat shumë të Okej. Nia, po ja unis dhe juve, po ne unis dhe juve që ndoshta kuptoni ndonjë gjë më shumë ose të patën arrini ta lexoni, ku është Arsi? Prit. Ku është Arsi më burr? Ora është, kemi live, zonja zotrinj, ora është 22 e 15 minuta. Nuk e kuptova, no. Qa më the? 5... Njoftim vendimarrje. Ma nisa futa, po e një nisa të zëlëja, po. Janë dy faqe së shumë, është ajo në fund, është ajo që të lexove, rrëzimi i kërkesës, heqja masës pezullimit, dhe ky është vendimi përfundimtar, vim fuqi me botimin fletore zyrtare. Mirupafshim. Nese, interesante u buloja shumë. Tani unë them... Ka mirupafshim tu. Është shumë interesante se tu aty zotris tash tani duhet të marrë vendim politik. Dhe vendimi politik atë e merr vetëm ai ashtu. Me gjykatën kushtetuese ai sot ka ngrënë disfatën e dytë radhasit. Kush ai? Po flisim për Ramën. Po qartë. Po, se për të po flasim, sa shkoj ke titulli. Disfata e parë ishte në tentativën për të shkarkuar Erion Velin. Disfata e dytë është me çështjen Balluk. Ky është favori më i madh i Ramës. Ngatalë. Sepse bie çdo narrativ që Rama kontrollon Unë s'ta kam thënë kurrë. Unë s'ta kam thënë kurrë. To janë broshkullat që kanë thënë. Po duke ke thënë ti. To janë broshkullat që kanë thënë këta budollënj të opozitës. Se kam thënë kurrë. A e thot gjithë politika këtë? Jo. Po shikon këtë. Po ti nuk i ti e kryetari PD-s, Ore zotri, se kam thënë kurrë. Tetso, unë s'e kam thënë kurrë, se po flas unë, ti më ndërpreve mua. Bie narrativa tash që bie narrativa jote. Do të bën diferencën pra. Unë s'e kam thënë kurrë, por kundër se Çani është dëshmitar që kam thënë komplet gjithmonë të kundërtën. Në fakt është e vërtet kjo. Tani jemi përballë një fakti. Pra po, a tham që flasim me njerëzit, unë po i them kullës, kam mbështetur që i lirë, ke të drejtë, por të gjithë ata që kanë thënë që Ramsi ka gjithë pushtetet këtu, po vërtetohet e kundërta dhe ky mund të jetë nderir që i bëhet Ramës, jo disfavori që i bëhet atë. Unë nuk e di se kush është Çanu Morika. Ta mbaroj. Ore, jo, unë tani do të lë të lirë. Ta mbaroj. Mbaroj këtu dhe pastaj i lirë. Nëse kemi thënë, 5 live këtë total tani. Nëse kemi thënë që jemi në një moment të delikat politik. Ky është momenti më delikat politik që ka kaluar Shqipëria nga
themelimi i reformës së drejtësisë para 10 vjetësh, nga votimi, s'është votuar para 10 vjetësh. Askujt nuk e ka shkuar ndonjëherë mend, që shpreha që të them unë ty, kur të përdhunon ka diu dhe Zoti s'bën derman, që do vim në një pikë të tillë, që del një vendim gjykate, që rrezon qeverinë e cila bëhet palë me gjykatën kushtetuese. Kërkon pra qeveria, është herë e parë që qeveria merr një vendim. Kërkon ndim pra. Jo, s'kërkon ndim dhe shkon përballet me gjykatën në gjykatë. Dhe nuk fiton. Del humsesh, herë e parë që ndodh. Pra, precedenti është që krijohet mundësia që njerëzit e zgjedhur, dhe për mua kjo është antidemokratike, por nuk jam unë njeriu që vendos, e kanë vendosur këta me reformën e tyre para 10 vjetësh, që një qeveri të bjerë në gjykatë. Kjo është herë e parë. Nuk është menduar ndonjëherë kur në historinë 36 vjeçare, se sa u bëm ne, domethënë, në këtë sistem 35 vjeçare, domethënë nga 91-shi, që do të vinte në një moment që gjykata këtu do të shkarkonte qeverinë. Një element. Prandaj, Pas Zotit. prandaj është shumë e rëndësishme që ky zotëria nga ky moment e tutje, përveç ato që është mësuar të bëj tweet e Facebook, ato komunikimi mediatik e tjerë, Spektaklin, po. të gjej, të marrë një vendim politik, çdo bëj nga tani e tutje në raport me atë që quhet pushteti tjetër, i cili nuk varet nga qeveria dhe është pushteti i drejtësisë. Ndaj tash, po të isha në vendin e tij, unë nesër i kërkoja presidentit të shkojnë zgjedhjet parakoshme dhe ta vendosin njerëzit. Sepse ai sot politikisht, pasi ka ngrënë goditjen e dytë në gjykatën kushtetuese, ka ngritur duart. Sepse ki parasysh nuk është goditur një njeri do si do, është goditur numri 2 i qeverisë, de facto për gjithë të kohë ka qenë numri 1 i qeverisë. Dhe a do ta bëj këtë, nuk e di. Si do ta interpretoj, kjo punë nuk ka shumë rëndësi. Çështja është që është gjendur përballë faktit që shejtani shitës dhe fut dot, dhe përdhunimit ka diut nuk ka çati bëj, se ja ku e ka rezultat. Në fakt ky është Telbi Kullës, ne do të Një dëgjojmë element. Arsin. Po patjetër. Arsi Ta jap vetëm një element. kundërshtoje Kullën që se ka Një argumenta. element. Për interpretim që mund të përdoret, Po. gjykata nuk arriti numrin e kërkuar të votave për vendimarrje. Si interpreton të ti qanë? Unë më duke se ishte pyetja ime parë, kur të Po nësa. prandaj po them, nuk arriti thot numrin e votave për vendimarrje. Kjo lloj qasje qëndron, që do të thot ne e hedhim në fletore zyrtare, e konsiderojmë vendim të drejtë dhe okej, është i legjitimuar. Çështja është që ti e ke hapësirën për interpretim, sepse thot sipas parashikimeve të nenit 133.2 të kushtetutës dhe nenit 72.2 ligjit organik. Dhe nëse ti thot ju referohesh këtyre ligjeve, këtë nuk e konsideron thot automatikisht vendimarrje sepse e ke me barazi votash. Dhe kjo të jep ty hapësirën për interpretim, se e ka pa mirë argumentin ligjor, apo jo? Ishe ju se ti ke punuar në asista publike. Po kam punu dhe ideja është që këto gjëra i dim tani se si mund të... Ne e dim që ligji ka hapësira dhe hapësira boshe të ligjit për të interpretuar kemi thot, kjo thot nuk konsiderohet thot drejt për drejt vendimarrje, mbështetet thot në 2 predispozita ligjore. Që më të thotë qeveria. Patjetër që po, dhe thot hajde thot ngrem një seancëve. Jemi në këto momente është perë kjo emision. Analize Kullës konkluzioni ishte brillant, se është bërë analizë politike, ikëm nga këto cicmice. Dërsa Arsi thotë që Ramsi po të doj, i futet edhe kësa rrugë me këto cicmicet. O do bëjtë i thakulla, që është vendimarrje po politike, bam, zgjedhjet e reja. Hajde vlla provuan tani dhe për një sekond për tani, se ky është debati, o ti, o Arsi, ky është debati, pra do ndodhi kjo i thakulla, apo do merret me këtë? Këtë do marrin vesh ne, ndoshta edhe nesër. Më fal Çani. Ne qasjen e kryeministrit, dhe qeverisë nuk e kemi parë që nuk e bën, nuk tërhiqet dhe nuk bën dorëheqje dhe nuk lë hapësirë për qeveritë. Tani, Ledior, nëse ke mundësi vlla, po nuk tha qeveri teknike. Shkon zgjedhje me këtë qeveri. Kush tha qeveri teknike? Zgjedhjet parakoshme apo jo? Zgjedhjet parakoshme, vendimi por shiko, një referohemi retorikës të opozitës, jo tuaj, s'më kupton. O zonjë, nuk jam përfaqësues i opozitës unë, se nuk e di ku me qetësi. Jo, po jam shumë i qetë dhe po ta shpjegoj. Po të lutem, mos nxejo përse mua bëhet. Gjëja është shumë e thjeshtë. Je përballë kësaj gjëje. Kjo gjë kërkon një përgjigje politike. Cila është përgjigje politike që do bëj? Zdonjoj vendimin e gjykatës. Nuk ka autogol më të madh për një qeveri, sidomos këto kushte që është ky. Se është
E pa mund. Ka vendim gjykate më kulla. O, vendimi gjykatës doli... ka vendim- është vendim pa vendim. Prit sekond. Është vendim pa vendim. Pafshim, vazhdoni. Se nuk duron debat. Vendimin e... Po mirë, nuk bëjmë debat. Po ta thot Gjykatës kushtetuese kur thotë... Ani edhe ti mos spekullohu. s'është vendim. O kulla, hajde lexoj debatin, hajde. Hajde lexoj vendimin pra që thua ti kishe drejt. Asa i madh jesh. Me zindënje se ky nuk duron debat fare, valla ka kohë që do të flasi vetëm. Një sekond. Tani monolog. Jo, po vdes kulla për këtë gjë valla, nuk kam më nerva, dhe s'ka faj shet jo, valla. S'ka faj. Sepse ka treguar prova deri tani që është i saktë. Po diskutuam për këtë çështje tani për çfarë do Po diskutojmë? mirë, nuk doaj, edhe kajtë ndonjë shumë bile. Edhe kajtë ndonjë shumë. Jo, ai në Po, rregull se Floger, hajde ulu këtu në vend kullës, atë lutem ti jesh drejt me këtë me Arsin. Tani Floger, Ramsi. me Ramsin thash me Arsin o burr. Jo, nuk e se Ramsi. Se kam Ramsin këtu, një sekond. Tani, pse ka Arsi Ramsi drejt aty. kulla dhe edhe ti fatikisht tani spekulove me lezet, siç bën gjithmonë, sepse thot. Dhe Ledio mund ta nxjerrë edhe në ekran këtu mbrapa ta shohin dhe gjithë dynja. Ledio ka veç i fundin. Do të fletorën zyrtare më. Po pra, jo. Këtë më vendimin e Ma kushtetuesit. thuaj. Rrëzimin e kërkesës. Për sa më lart, gjykata kushtetuesi vendosi 2 pika. Dëgjoni me vëmendje. Ledio mos ta nxirr të gjithën, nxirr vetëm fundin. Jo, hiq edhe këtë, te faqe 2 Ledio do kapësh. Për sa më lart, gjykata kushtetuesi vendosi. Mundohet ma bësh të madhe vetëm atë, jo gjithë të pjesën nuk lexohet gjë. Bravo, kjo është. Shif tani. Bile Ledio më duket se vesh pak më poshtë. Ta kapësh nga ajo për sa më lart gjykata kushtetuese Nuk e vendosi. kam dot. Vazhdojmë këtu ku jemi. Po pse më ka dhe çik më poshtë asaj. Ka dhe një faqe tjetër më poshtë më duket. Jo, Dy ka faqe kaqësh. janë, nuk ka aq është. Ja ku e ke pra Okej. Deri Atë e lexoni pjesën e fundit. Ledio ma kap çik pjesën e fundit. Ka vetëm pjesën e fundit nga ajo, për sa më lart gjykata kushtetuese vendosi. Mundohem me një kamerë ta fokusosh atë ndërkohë që unë e lexoj. E di që ka të vështirë sepse këto janë kushtet. Këto janë kushtet, po mund ta bësh. Është i madh Ledio, shishit tani është duke bërë cirk. Sepse këto kamera që kemë në dispozicione duhet që ti të heqë një kamerë nga ju, ta çoj atje, të mos dalu në plan. E kupton, sa gjë e vështirë është dhe jemi live, kujdes, ë. Rrëzimin për sa më lart gjykata kushtetuese vendosi 2 pika. Rrëzimin e kërkesës. Heqjen e masës pezullimit caktuar me vendimin e mbledhjes qytetarëve datës 12/12/2025. Ky vendim është përfundimtar dhe ju në fuqi me botimin e vendimit fletorën zyrtare. Vendimi përfundimtar do të shpallet e arsyetuar brenda fateve ligjore të parashikuara nga ligji kaq e aq, datë kaq e aq. Për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, ndryshuar dhe nga rregulloria procedurore gjyqësore e gjykatës Po, që vërteton që është vendim përfundimtar. Çfarë thua më Arsi? Që vërteton që nuk është vendim përfundimtar. Tani, e lexove, vendimi përfundimtar do të shpallet i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara. Po do javi detaje më shumë pra, po jo se do jetë Po këtë se dim ne, këtë se dim ne, do ngelemi në pritje. Jo ka rëzuar kërkesën e Ramës, por e ka rëzuar. Do ma rëzosh Arsin të lutem, se tani Arsi mund të bëjë E rëzdoj unë, dëgjoj. Që shpjegojmë sa gjëra që janë shumë të thjeshta dhe nuk është nevoja të jesh asnjë lloj ekspert. Po pra. Pra, si që ndodhe në fatë tjetër tani vëlla. Gjykata ka... Janë gjithë para ekranit për të çështje, kupton gjuna. Gjykata ka 9 antar. A mori një qafë këtë histori. Gjykata ka 9 antar. Është 9 për qytetarët, është 9 sepse në çdo rast nuk duhet të kishte ngërç që të kishte barazim votash. Pra të kishte vendimmarrje me shumë. Atë e than Flogret, mos prit. Futemi pak politikisht tani. Politikisht do futem direkt, por për ta sqaruar edhe një herë se nuk ka nevojë. Mos po është e shëmtuar. Mos Flogret nuk të lejoj. Kuptohet kish kuptim me kullën. Nuk të lejoj se kulla nuk e kuptohet fare valla. Kulla, lere se kulla është special valla. Kulla e dha qëndrimin e vet bukur fort. Kundër qëndrimit të kullës. Jo, tani s'mund ta bësh ai s'është më këtu. Po kam qëndrimi im bie ndeshme të ripason unë tani. Po se o burr. Po iku, ç'a ti bëjon? Po ashtu ikën. Unë sik i kurr. Edhe kaq dhe nuk duron dot ai. Po kundërshtohet zot. Po pra, tani nuk e di unë. Kto janë Është, shikoj tani, kam përkthyer kullën e kemi jo, s'ka kullën, shumë respekt për kullën për tek kësaj. Dëgjoj, nëse vendimi do ishte 5-4. E tham tani këtë Floger. Jam të argumenti tjetër më burr. 5-3 në disfavor të Ramës. Rama duhet bënte atë që thot kulla. Kupton? Pra nëse të gjykata... Atëre këtu je dakord me Arsin ti? Me shumicë të thjeshtë. Për sa kohë Rama ka argumentin që dhe gjyqtarët nuk e ndanë dot, a duhesh pezulluar apo jo, Ramsi vazhdon atë historinë e tij të karvanit. Ndërkohë që ti më the në fillim fare, që Arjan, ky është vendim në disfavor të Ramsit. A ma the në fillim kur erdhe? Të thash që është win-win situation.
Mos zotëri, a më thej që i bie ajo më pa? Bie kërkesa e Ramës, por mund të lexohet Rama, ta thash. Nuk e pezullon, atëre Rama nuk pranon pezullimin. Rama- Dhe i thot asaj vazhdon punë. Ramës që është një tezë. Ramës i intereson kryesisht e para të mos krijohet precedenti. I intereson që t'i thot nesër Spakut te kuvendit atje, që nuk ta jap ballukun vlla. Sepse pezullimin që deshte e ke. Do me thënë ndrove mendje ti. Kupton? Si ndrove mendje? Po se si isha me këtë mendje në fillim pra? Në cilën mendje isha mos më keni marrë mend. Jo, e konsiderove vendim, ndoshta e ke thënë nga euforia. 4-4 e konsiderove vendim. Një sekond. Fakti, legjitim mos ngatëro faktin me analizën. Fakti është që ky vendim rrëzon kërkesën e Ramës, pa diskutim. Jo, fakti dhe analiza janë një, duhet jenë një gjë. Jo, unë e lexoj ndryshe. Kalojmë në hipokrizi. Unë them, po nuk është hipokrizi, më është ti dëgjoj herë analizën se mund të bëj sens. Pra, dëgjoj, mos bëjmë llafe për të kodë, di pse ofro. Po bëjmë analizë pra. Po nuk është analizë, kjo është analizë juridike vlla. S'është juridike, më është politike. Po do të dëgjosh vllai Se fiton Rama them unë, se fiton Bela, pse fiton Spakut. Ma lerë të më dëgjoni Çikarianin, për aq sa po. Patjetër. Leta mbledhim me dy fjalë. Okej. Ramsi mund të bëjë gjithçka. Po. Ka mundësi të bëjë gjithçka. Mund të interpretoj kështu si thot Arsi, kështu si thua ti. Jemi në rregull. Nesër mund të thot bile që mua ky vendim pavarësisht se kthen lë në fuqi pezullimin. Ai mund të thotë që ma bën për rrogat orë. Ja ç'bëjnë këta për rrogë. Prandaj po them, nuk ja vlen të bëjmë këtë bisedë. Mua tani më intereson të kuptojmë politikisht si, prandaj e mbyllim dosjen juridike. Po, i kthehemi politikës. Dhe politikisht. Të lutem, e Arsi po vlloj nga ty pasaj e Flogerdin. Shpresoj që të mos jeni në një mendje. Sipas teje, politikisht, tani të lutem, zhvishu komplet nga gjithë politikisht. Kulla e dha qëndrimin e tij ishte shumë i qartë. Mendimin e tij që ne ti si mendon? Ramsi do vazhdoj me cicmice juridike derisa të harrijë atë që ai ka në mendje? Pra, do krijojnë gërçe të tilla, jo po kshu, jo po ashtu, jo po do të çojmë në Venecia këtë vendim në kushtetues se ky nuk është vendim i qartë, këtë që the ti që ja këtu jetë Flogjerdi 4-4, do të fillojë të bëjë gjëra të tilla. Të futet në një qertull prap kushtetuesja, do të çojë prap do thotë vendosni tamam se nuk është vendo pra. Thosh do fitoj kohë. Apo do marrë një vendim të qartë dhe nuk do merret më me këtë punë. Cili është mendimi jot tani? Parashikimi jot cili është? Analiza? Po, analiza. Si i del më mirë? Parashikimi im është që zoti Rama do ta vazhdoj çështjen. Do vazhdoj cicmice. Do ta vazhdoj me cicmice, do ta çoj deri në fund. Normal. Sepse i bie pastaj dhe ankimimi që është bërë në gjykatë kushtetuese do të ishte një ankimim i cili është bërë thjesht fiktiv dhe nuk do të kishte asnjë lloj vlere në nivel politik dhe institucional. Tani këtu zoti Rama po lufton me një fenomen dhe fenomeni është kundër GKK-s, nuk është kundër gjykatës kushtetuese, që mos ngatrojmë publikun. Këtu fenomeni është që GKK-ja nuk ka kompetencë për të pezulluar një individ i cili ka funksion ekzekutiv. Si u ktheve pra pse se me vendimin e sotëm marra pra? Po ja një sekond. Më fal, vendimin e sotëm i jepet drejt GKK-s pra. Të them këtë, pse Rama do ta vazhdoj. Ti thua ti tani po arsyeton sikur ti ishe Ramsi. Po arsyetoj sikur ti ishe Ramsi, që do të thotë fakti që zonja Balluku pezullohet nga detyra dhe vazhdon ngelet masa e sigurimit në fuqi, Rama do të vazhdoj sërish luftën me ato mjete ligjore që para njëherë më thuaj një gjë si të flasim thjesht për njerëz që po na ndjekin tani dhe nuk janë paq, po na ndjekin live. Të lutem më thuaj një gjë. Ramsi e parë punën njerë, e zbaton këtë vendimin e kushtetuesës nga momenti i del një apo i thot vazhdo punën Belinda Ballukut. Edhe mund ta bëj. Mund të thot vazhdo punën. Mund të mos e pranoj pezullimin dhe me çfarë arsyeimi kështu publik po themi, jo ligjor. Tani ajo duhet parë se është goxha komplekse kjo si çështje, por mund të ketë të thash hapësira dhe dispozita ligjore. E legjitime që ta bëj apo jo? E quaj legjitime që mund ta bëj sepse apo lufton një precedent, nuk i jep të drejtën organit legjislativ që t'i heqin nga detyra një individ që ka, po themi, pozicionin më të lartë në nivel administrativ dhe ekzekutiv, dhe thot nuk e ka të drejtën, thot, pra GKK-ja dhe Spaku dhe gjithë organet e tjera të drejtësisë nuk e kanë të drejtën ta pezullojnë në mënyrë të drejtë flagrante, kjo është komplet, si të vëndës kryeministre dhe si... Kjo është i danë është kundër komplet gjykatës kushtetuese, apo jo? Po, dhe... Ka më, bien maskat. Bien maskat, dhe nëse do t'i rikthehemi fjalimit të ditës djeshme, që fliste shumë të zotit Ulsimania, i cili pati një intervistë, të bëri edhe disa deklarata që ishin gati të drejt për drejta qëndrime qeveritare, qofshin qeverisë, qofshin kryeministrit Rama, po edhe të Partisë Socialiste në mënyrë direkt apo indirekt,
se si do t'jetë qasja e Partisë Socialiste apo e vetë qeverisë ndaj organeve të drejtësisë. Dhe foli për reformim, mbi reformën, pra kanë kaluar 10 vite tha nga reforma në drejtësi, dhe ka ardhur një moment që tani kjo reform ka nevojë për reformim. Dhe ky është qëndrim drejt për drejti, ka nevojë për reformim. Në një farë mënyre vetë rregullim. Ose ndryshe po i quajmë vetë rregullim. Duhet parë që sfida na sjell përpara pas 10 vitesh punë. Po, dhe një nga sfidat është dhe ky rast. Thot, zonja e ka gabim, më thot Çani, më thot një avokat, që nuk jeton në Shqipëri, është jurist, thot, zonja e ka gabim me gjithë respektin, që thot nuk është vendim përfundimtar. Bashkë me Flogertin, thot. Vendimi është përfundimtar, ati the përfundimtar, e ka për zonjën atere. Por thjesht sot është shpallur një rezume e vendimit, pra një përmbledhje. Kujdes, thot, cila ka qenë kërkesa e qeverisë? Cila ka qenë kërkesa e qeverisë i drejtori gjykatës? Pra, ajo kërkes u rrëzua, qeveria humbi çështën dhe fitoi GKK-ja. Pra, duhet ekzekutohet urdhri vendimit i GKK-s. Tani. Kjo është thelbi. Tani kemi nga një jurist që jeton jashtë. Çmendet dhe bën atë që thuat. Jemi shumë dakord. Unë do juroja të bënte këtë që them unë. Që mos pyesi fare as gjykatën kushtetuese as gjë dhe të vazhdoj punën, vëlla. Mendoj ndryshe nga Arsi dhe nga ti. Po ja prit sekondaj. Tani më vjen një tjetër gjë këtu nga një burim shumë i lartë zoti Flogert. Na mbytën pra. Po tani, se nuk ka gjë tjetër të vëlla. Nuk ndalojnë. Edhe unë po të isha në shtëpi tani, Çani do shikoj se çfarë do shikoj. Nuk ndalojnë. Atje te ajo te QR kodi do të çojnë gjë apo? Te QR kodi është mbushur vëlla. Është mbushur. Po presin të lexojmë ne po. Është llaktar QR kodi. Për pjesën e publikimit, po, është qëndron ajo. Domethënë vendimi është përfundimtar, nga fatë ligj. Por, jemi tek vendimi 4-4. Ku është skepticizmi im? Ti tani, jo skepticizmi jot. Pyetja ime. Ti thuaj që mund ta kapi, mund ta përdori Ramsi këtë gjë. Patjetër që po. Se e kishte edhe në strukturë të vendimit. Akti paraprak informuesi vendimarrjes. Shprehet qartë se në rastin konkret gjykata vendosi rrëzimin e kërkesës. Pra, për sa i përket pyetjes fitoi apo jo Ramsi, përgjigjja është nuk ka fituar. Votimi 4-4 i gjykatës kushtetuese i përket interpretimit të dispozitave dhe jo çështje konkrete të sjellën me kërkesë nga kryeministri. Gjykata nuk ka arritur të ndajë nëse duhet krijohet apo jo një precedent duke e lënë kështu interpretimin gjykata të fakteve për ta vlerësuar në bazë të rastit. Rast pas rasti, eksakt. Pra, GKK dhe SPAK mund të vazhdojnë të pezullojnë funksionarë të lashtë shtetëror. Pra, kjo gjë, ky vendim në familje jep drejt natyre të vazhdojnë të bëjnë pezullimin, prit. Ajo që nuk është e qartë dhe që do të kuptohet vetëm në vendimin e arsyetuar, është nëse kryeministri ka apo jo kompetencë për ta çuar sërish në GK një kërkesë për një rast tjetër të ngjashëm. Fair. Ajo që është më shqetësuese për Ramsin, për Ramën, se Ramsi i themun, është nëse GK është shprehur në këtë vendim kundër kompetencës së tij për të kërkuar antikuroshteshmërinë e pezullimit të anëtarëve të Këshillit të Ministrave. Është perë gjitha. Kjo po pra po. Ore, kjo duhet zbardhur vendimi dhe duhet konsultuar. Tani, Ramsi si papaxhi i papargjë është, le të jo mbëçi gati papaxhiun, valla. Për ta kuptuar se çfarë bën Ramsi tani në këtë situatë. Papaxhiu zë zotrinj është ai tipi që luante pllakator në vitet 90, pas 90 dhe kemi parë të gjithë ju që jeni mbi moshën mbi po themi 40 vjeç, e mbani mend një personazh që uli në rrugët në qendër të Tiranës dhe luante pllakator. Pllakatori çfarë është? Luhet me letra Bixhozin duket Flogert? Po, me letra Bixhoz. Ne kemi marrë versionin grek të pllakatorit që quhet papaxhi, se papas domethënë deri maç. Shiko se çfarë bën një mashtrues i niveleve të larta, që nuk duhet thënë që nuk është vetëm ky toni këtu, po janë gjithandej. Gjithandej. Kanë qenë janë dhe do të jenë kështu. Shikoni se ç'bën papaxhiu që në fund del gjithmonë i fituar. Mbasi të tjerë dhe ai fiton gjithmonë. Papaxhiu. Εδώ το αθώο και τίμιο παιχνίδι. Faites vos jeux, madame et monsieur. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε, madame. Μάζευε Θανάση. E kuptuat besoj. Atje fakt skarve, nuk ka fare dermaç, letrat duhet të keni dermaç, atje s'ka fare. Ai thotë gjë ku është derimaç. Këtu derimaç, atje derimaç. Ku është derimaç, gjë derimaç. Njerëz e shket, hedhin lekët dhe thonë është kjo. Hap letrën ai thotë, humbe zonjë. Kjo është historia e Ramsesit në Shqipëri. Ti të gjë do bëj. Ore, po dëgjosh Kullën, Kulla ta mbush mendjen ka shumë drejt vëlla, se Kulla niset nga caparime që nuk po këtu është ndryshe situata vëlla. Këtu spjell papaxhiu vëlla, papaxhiu këtu ndryshon lojën dhe fiton vetë në fund. Dhe unë po të isha si papaxhiu, këtu do bëja vëlla.
Unë, Papagjiu, këtë do bëja. Ja, Çani ka një përgjegjësi shumë të madhe në këtë momente që flasim. Një gjë, organet e drejtësisë nuk duhet ta bëjnë Papagjiu, ëh, domethënë që të jemi të qartë te kjo pikë. Ata duhet të jenë shumë të qëndrueshëm ndaj të gjitha presioneve dhe duhet vendimarrja duhet jetë objektive. Te kjo pikë duhet të jemi. Tani nëse politika e ka luksin për ta bërë Papagjiu, drejtësia në Shqipëri sot duhet konsolidohet si drejtësi si temi asnjëanse. Po pra, kjo është pyetja pra. Nuk janë mbushur mendje njerëzve kush ka drejt. Pyetja është, a do ketë këllqe dhe fuqi siç e ka realisht ai? Ju thoni po, unë them jo, pra, mund të argumentoj. Roger të jepi. Tani të futemi politikisht, vëlla. Po pra, domethënë Mos, jo para këtyre se bëjmë. dorëzohen patjetër. Të vinë ato, rikthehemi pas pak. Ore zomere me asnjë çështje tjetër. Që do thotë, një teori, mund të ndryshohet... Sa bukur i vjen mesazhi Arsit, çfarë mund të bëjë Ramsi tani për të anashkaluar vendimin e drejtësisë? Jo, nuk kam kuptim të lexoj këto mesazhe. Predispozitat ligjore janë Nuk ka rëndësi, po nuk ka rëndësi hëmi Arsi. Çfarë mund të bëjë Ramsi? Për shembull, mund të ndryshohet neni 242.3, kushton thotë ndalohet pezullimi për presidentit, antarët e Këshillit të Ministrave, deputetët e tjerë të zgjedhurit vendor. Mund të bëjë parlament? Po. Mund të ndryshohet dispozita ligjore. Kjo është në kodin, në çfarë kodi është kjo? Është në kodin penal? Është neni 242.3, besoj duhet jetë e kushtetutës. Po duhet të bashkohet me Berishën, për me Berishën, si ka bërë gjithmonë. Ose pa Berishën? Ose dhe pa Po i Berishën. bën 94? I bën... Më fala, ka 86. 86. Fut dhe gazin? Kë gaz? Gaz të bardhin. Si e fut gazbardhin? E fut në xhep. Rama? Po pa tjetër, më. Ç'ishte kjo, Flogres? Ç'ishte kjo, më burr, Gazi, ai thoshte doktorit ke vranë gërdec dhe shkoi te doktori, iku nga luli. Gazi është i lëvizur o burr, sot te doktori, dje te Basha, nesër te... Mos e exagjero. Po ka ndodhur, më, të gënjeva. Po, nuk ka bashkuar ndonjëherë votat me Luftën e Ramsi. Bashës, ai ka bërë Gazi. Dakor, po nuk ka bashkuar ndonjëherë votat me Ramsi kaq hapur. Mirë, më i Kjo thotë... tani është, sa deputet duhet të marri Ramsi nga PD-ja? Atëherë i bie... Ose nga këto... Tani, Rama ka 8, i bie 8. Atëre, erdhët te teza e Akullës. 8. 8 i du. Jo, nuk jemi te teza Akullës. Teza e Akullës është kjo, pra. O burr, thot ai, dhe bam, dyshon ligjin, dyshon kushtetutën, ose ikën zgjedhja. Ta them unë çfarë do ndodhi sipas meje duke njohur lëvizjet e Ramës? Rama do e njohi vendimin e gjykatës, pra do e zbatoj vendimin e sotëm. Si mo, do i thot Balluku të rinë në shpiti, mos hajde në punë? Do e zbatoj, do më dëgjosh tani. Po, më jepi një. Do e zbatoj vendimin, nga ana tjetër do vazhdoj luftën frontale me gjykatën kushtetuese dhe ka një drejt. Rama mund të ketë dhe ka 1000 zeza, po gjykatë më pa byth, që në momente kaq të rëndësishme për demokracinë e vendit saj, nuk merr dot i vendim 5-3, le të shkrihen nesër të ikin në shtëpi. Tarzojnë më Ramën, tarzojnë, po të marrin vendim. Rrin 8 gradë burr, 3 javë, mlidhen si murgje atje. Dhe nuk dalin dot me vendim. A duhet kështu apo ashtu? Tarzonin më, po tarzonin të paktën 5-3. Kjo tregon gjykat të tredhur. Gjykat pa integritet, pa dinjitet. Si ka mundësi më burr? Mblidhesh aty dhe nuk arrin të marrësh një vendim për një gjë që është jetike për demokracinë, ore. Për kë? Është jetike për demokracinë, për ato që quajmë demokraci, pra tani. Vendim pra ishte ky? Dhe, jo, prit pra, ta marrësh vendimin me shumicë normale, siç e parashikon, jo, rrin fuqi vendimi se s'marrim dot ne vendim.
Pra, kjo tregon, nuk e di, ma kanë thënë juristët që është gjykata më e dobët kushtetuese që ka qenë ndonjëherë, dhe çdo ditë e vërteton që është gjykata më e dobët. Kur është momenti për të marrë vendime të rëndësishme, o e çon Venecia, pyet ata pleqt atje, ose thot e lejmë barazim. Pra, kjo është shqetësimi i parë. Dhe Rama tani, gjithsesi do e zbatoj, se nuk ka çfarë bën, mbetet në fuqi ai. Sigurisht që do e thot Spaku në argumentim që këshilli i mandateve. Këshilli i mandateve. Do e thot tani kërkuat pezullimin, e morët pezullimin, automatikisht bie kërkesa për heqjen e mandatit zonës Balluku. Sepse kërkesa për heqje mandati erdhi si pasojë e pezullimit që bëri gjykata sepse shkoi çështja në kushtetuese. Dhe ata për shpituar hapa çfarë? Edhe ata tani çdo bojnë. Këshilli i mandateve do jetë fiktiv çan. Unë them që Rama tani më Rama ka një armik të ri. Se? Nuk është Spaku. Kush është? Spaku do i thot e ketë pezulluar vazhdo punën atje, është gjykata kushtetuese. Armiku i ri i Ramës janë gjyqtarë. Spaku nuk do merret më me masën e arrestit që i ka vënë avel. Po sepse Spaku e mori si, domethënë, kërkoi heqjen e imunitetit të zonës Balluku, si pasojë e pezullimit që u bë nga gjykata kushtetuese pezullimit. Më kupton? Më kupton? S'po e kupton. Pezullimi. Spaku është shumë mirë, po ti thua vendim për masë arresti, thua ti e mori mbrapa, nuk e mori në fillim. E mori mbrapa. Në fillim tha pezullohet. Pezulloje. Po. Unë di që nuk është e vetëm pezulloje. Jo, pezulloje. Pezullim dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Po pra, to ishin dy masat. Jo, pezullimi. Jo, ka rëndësi pra, nuk ishte vetëm pezullimi i pari. Po pra, pezullimi ishte i pari për Balluku. Pra, hiqe nga ministria vlla. Se na prish punë, se na prish provat. Në momentin që ky nuk e hoqi, i kërkoi të arrestonte këtë matan. Tënën kërkoi mas arrestit. Po pra, kërkoi mbrapa, pasi e pa që te gjykata për gjykata. Tani Spaku thua aty që tani do të rriqet, nuk kërkoi më asgjë. Spaku mos të rriqet, por Ramsi hapin e dytë nuk e ndërmerr. Pra, ai luftoi për Ballukun që në fazën e parë, te kjo fazë që po flasim. Nuk bëhet fjalë që tani që është pezulluar zonja Balluku, Rama do thotë merrni ajo ku e keni. Dhe unë besoj se Rama do thotë këto fjalit standarde që në qoftë se bëhet fjalë për hetim, tani ja ku e keni dhe vendimin e kushtetuesës, pa vendim shkoni dhe hetoni, por nuk mund të kërkoni koka deputetësh që do t'ishte në kundërshtim me parimin që mbrojti në fillim kur e çojnë gjykatë kushtetuese nëse e pranon në këtë formë. Çfarë ti bëj vendimit Rama? I bie imunit me kokë? Jo, ajo që bie tani është Këshilli i Mandateve mbetet thjesht fiktiv dhe në një farë mënyrë do të mblidhet për procedurë dhe thjesht do ta lej në fuqi. Pra, Këshilli i Mandateve këtu bie, nuk ka më asnjë rol në këtë çështje e para. Elementi i dytë është që nëse Rama e pranon me këtë lehtësi që thua ti, ndërkohë që deri përpara u bë luftë e fortë me organet e drejtësisë, këtu për mendimin tim do ishte kontradikt shumë e madhe. Rama, për ta lidhur edhe pak me atë që tha dje ish ministri i drejtësisë, Rama dhe ish ministri i drejtësisë që në një farë mënyrë të çon atë të mazhorancës, po thonë diçka tjetër, ose po projektojnë tek shqiptarët një problem tjetër. Problemi për Ramën dhe për ish ministrin, për Majën, është problem real në fakt, po hajde tani ta zbërthejmë kush është problemi më i madh, janë gjykatat dhe prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Që me drejt zotit mund të thuhet që kemi 2,5 milionë shqiptarë që nuk marrin shërbime dhe kemi një SPAK dhe GKKO që është për 5 veta që bën punën e tij. Tani ne kemi bërë një reformë për 2,5 milionë apo vetëm për 5 veta, apo për gjithë bashkë. Unë them për gjithë bashkë. Pra këta do synojnë dhe do godasin dhe me rrogat, do godasin këtë lloj segmenti të drejtësisë që janë 200.000 dosje atje stiv. Vendimi i gjykatës sotme, pra pamundësisë ose pa aftësisë gjykatës sot që e la topin aty në mes fushës dhe nuk e futi dot në asnjë port, Rama nuk ka që bën ligjërisht, mendoj unë. Kështu të paktën më thonë dhe juristët. Përveç se thotë ndoshta këto që po them unë tani,
që ajo është gjykat Kodi gjyqtar pa procedurës penale, integritet. thot, nuk ka lidhje me kushtetutën. Unë them që do i sulmoj rëndshëm gjyqtarët, Ramsi. po duke ju thënë që dhe nëse e bën unë do jap drejt që janë më spaku të paaftë. Tani pyetje para se mbyllim emisionin, pa 10 ora po shkon. Pyetje për të dy. Harroni për momentin që po ndodh, hajtë ngrëm nivelin e bisedës, vup, se ne nuk e dim ç'do bëj Ramsi, do marrni vesh, ndoshta nga nesër do reagoj ai se s'duron dot, ose të hënën. Mund ta reagoj edhe sonte ai. Mund të reagoj edhe Ta shoj miksin. Shife një po. Zakonisht ai nuk reagon në këto gjëra, se nuk do të lëj gjurmë. Reagon në Facebook, te vulgu. Në X zakonisht ai reagon anglisht, e ke parasysh. Zot lëj gjurmë te këta ndërkombëtarët që merren me punë të drejtësisë. Pyetja ime është e thjeshtë, Arsi po flojnë nga ty. Në gjithë të lojë tani që kemi përpara, se kjo është lojë me disa të panjohura, që mos rinë tani të mërzisin njerëzit kot. Gjithsesi, në të gjitha rastet, Sultani, Kameleoni, Papaxhiu, Ramsi 4, për ca është një fuqishëm, për ca i ka rënë fuqia, po është duke bërë blof, duke bërë spektakël, ndaj këtej, gjitha këto, e se merre vesh, e vërtet ne di vetëm ai në fakt. Është para dy zgjedhjeve. O do i hap luftë totale drejtësisë, në përgjithësi, s'po futemi tani spaku, gjykatë kushtetuese, gjëkos, nuk ka rëndësi fare. Siç ka filluar, jo me rroga të tjera. Drejtësisë re. Ose do bëj kameleonin dhe rasti nuk i ngjan, mund ta lëshoj këtë zonjën, mund të mos e lëshoj, mund të lëshoj dikë tjetër, pra do filloj të bëj Papaxhiun. Më jep këtë, jap atë. Për të vazhduar në një mënyrë që ingranazhi të vazhdojë të punojë. Tani ne jemi përballë kësaj situate. Tani pyetja ime është e thjeshtë. Në këtë konflikt, le ta themi këtë, në këtë betejë mes dy grupeve të mëdha interesi, mes dy industrive. Një është industria qeveritare dhe një tjetër është industria e drejtësisë. Dakor, le t'i quajmë industri, se fatikisht industria se bëjnë shumë para apo jo. Prodhojnë para shumë në të gjitha rastet. Jo, shpenzojnë para. Edhe prodhojnë. Patjetër që prodhojnë. Gjithë trafiqet tjera janë prodhojnë para. Tani, në gjithë të luftë të madhe, sipas jush, Arsi dhe pastaj Flogerti, dhe kjo është pyetja e fundit. A ka gringo apo s'ka gringo? Do me thonë, ka një arbitër lartë që i thot stop njërit, vazhdo tjetrit, apo kjo është thjesht luftë lokale këtu brenda? Pra Arsi sipas teje, dhe këtu do i përgjigje tani të thellë, të mirë menduar. Në qoftë se ka gringo, në qoftë se është marrim tezën që gringot janë atje, që kanë vajzat e kushtetuesja nuk kanë zënë dot, nuk kanë arritur dot të bëjnë 2 vota pro, po kanë vetëm 1. Marrim rasti që kanë ndryrë të kushtetuesja ata. Vajti ambasadoria para ca kohësh, kjo e ngarkuar. Takoj këtë terren, ke parasysh të kryetarin e re. Nuk e di si kanë punuar palët. Gjithsesi 4-4 është një rezultat që duket që dhe me 10 orë, 11 orë mbledhje, konklav. Duket që pazari ishte në niveleve të larta, është pazar shumë i madh. Shumë i madh, përderisa nuk arriti dot 5-3. Industria e paparë Flogert, kur e mendon. Spektakël, pra duket që përplasja shumë e madhe, barazimi shtregon. Ofertë kundër ofertë. Është çmenduri më ka. Kanë. Sot imagjinoheni tani se ka vaj shifra, sot të çmenduri. Le ta shohim kështu, se nuk është gjë e keqe. Po ka as ditë keqe. Pra, mos mendojmë sikur jemi duke fyer dikë. Është transakcion, gjithçka, transakcion është para, nuk ka këtu moral. Nga asnjë nga palët. Është thjesht transakcion, dakord? Ingranazhet rrollohen kështu. Hop, diku futen, hop, diku nuk futen. Atje ku nuk futen, paf, kanë ngesur këtu 4-4. Tregtulla, Papaxhiu, çdo bëj, krye Papaxhiu. Çdo bëj. Nëse tek krye Papaxhiu e di që lart sipër ti ka një fuqi që ai e ka të vështirë ti thotë jo. Se ata e tredhin, ose e kanë kapur. Praf, atë i tredhin koqet. Çdo bëj Papaxhiu, Arsi Flogerti. Tani ti po thua që janë ndërkombëtarët. Unë nuk po them, unë bëj pyetje. Sipas teje ka më fal. Sipas teje janë super Papaxhin, mbi Papaxhiun ton, se Papaxhin janë të gjithë të kuptohemi. Këtu nuk është se ka të mirë dhe të keqinj, ë? Patjetër. Kaq, këtu është thjesht raport forcash. Çdo bëj Grenelli vlla, që është një nga njerëzit më fal, një nga të rrallët më të fuqishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Grenelli. Ke dëgjuar Grenellin? I cilin mbron Ramsin, është njeriu Ramsit ai. Siç është i Thaçit, sa ishte super Papaxhi, papar Grenelli, ë? Papar. Çdo bëj Grenelli tani vlla. Tani Grenelli sot është telefon me Ramsin. Ramsi tani kërkon këshill atij. Richard, how are you? No, I'm not fine.
Oh, it's a big problem. We have a big problem. Constitution judge. Si i thonë kështë kushtetusin anglisht? Judge i thonë? Judge of the Constitution. Judge of Constitution. No, four. What do you think? Richard? Okay. Lëvizë pak dhe mjegrën. Okay. Edhe mjegrën pak para. Talk to fol me filanin, më. Huh? You can talk to Suzy, no? Ah, okay. Se me Suzy nuk shkon këj fare. Grelli me Suzy nuk shkon fare. Fare. Can you talk with who, please? With who? Huh? With Kushner? Jared? Okay, tell me tomorrow. Tell me tomorrow, Richard, please. Because Rich. Rich, po, se I thot Rich shkurt. Tell me tomorrow, Rich, because I need duhet të di, do më thënë. I need to know. Do më thënë, duhet të di se qa qëndrimit në bajnë nesër, do më thënë, të vazhdoj luftën unë me këta, apo jo? Dakord? Grenell, mos haro, vlla. Të kam pas të privilegjuar gjithë të kohë, apo jo? Tani kam nevojë për ty. Okay? I need to set my position. I need to set, çfarë jo? I need to set my position. Ç'do më thënë? Duhet të pozicionohem. Apo ta lë fare këtë punë, vlla. E të krijoj një destabilizim pa parë këtu në Ballkan. Në rregull? Hajde, pres nesër. Kjo do jetë biseda, thotë. Në mos është bërë, do bëhet. Pra ideja është, vlla, janë gringot, si janë gringot. Me kë janë gringot? Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë me drejtësinë. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që vendet si Shqipëria në Ballkan të kenë demokraci funksionale. Ky është thelbi. Pastaj, a ka mbështetje apo nuk ka mbështetje, a ka patur ndikim apo nuk ka patur ndikim te ky vendim nga ndërkombëtarët, unë këtë nuk di do ta them sot. Këtë mund ta shikojmë në një moment të dytë etj. Por unë mendoj që kjo më shumë është një përplasje e brendshme, e shikoj më shumë si ti thua lojë fshatit, është lojë brenda fshatit. Lojë lokale. Kështu e shikoj. Lojë lokale me predispozitat, me rekomandimet, me direksionet që janë lënë, qoftë nga drejt, po themi... Ti nuk shikon duar të tjera të huaja që futen këtu brenda? Jo, këtu në këtë pikë jo. Në qoftë se është si thua ti, unë them me 99%, qoftë se është kjo tezë, kjo hipotezë që thua ti, ky skenar që s'ka të huaj brenda, lojën e fiton Papaxhiu këtu, Ramsi, lojën e fiton ai në të gjitha rastet, ë? Po. Faleminderit, Arsi, Flogert. Ti si mendon, ka Papaxhin të huaj brenda apo jo? Doja shumë t'isha në kundërshtim me Arsin, por nuk jam dot. Pse? Sepse në qoftë se ata do hynin loj, ata kanë treguar që kur hyjnë e çojnë deri në fund. Do ishte 5-3 sot. Absolute. Me qartë. Dhe kjo është një lojë e brendshme, prandaj ka zgjatur dhe kaq shumë vendimi. Është më shumë pa aftësi, njerëz të kompleksuar, jo profesionistë, që nuk dolën dot mbi veten për të marrë një vendim si shtetar. Unë nuk mendoj se ata kanë marrë këtë vendim se nuk ju ka dhënë Rama pagat, se do e kishin marrë ndryshe, do e kishin marrë 5-3 kundër Ramës po t'ishte për atë, por pa aftësia e tyre për të dalë mbi veten, për të marrë një vendim të rëndësishëm, për të vënë një gur themeli aty se ku fillon pushteti i ekzekutivit dhe ku mbaron ai i gjyqësorit, t'ishin ata burra që e ndanin aty, me atë tokë që kanë në qafë, kjo tregon që ata sipas se edhe ti thua si Arsi nuk ka të huaj brenda. Janë thjesht pa aftë, të huajt janë vetëm diku. Ku? Që e thonë. Të huajt janë tek këmbgulja e tyre që spakut mos pengohet në hetime. Po, në këtë loj, besoj ishte një strukturë tjetër që pranë spaku, që është GKK-ja, apo jo? GKK-ja është... Jo GKK-ja, është Obdati. Është një strukturë që sot në gjykatë kushtetuese ishte qeveria kundër GKK-s, apo jo? Po, pra po.
Po spaku dhe GPPO-ja janë strukturat posaçme që po Flogerti pra. Karënësi pra. Ndi që Flogerti çfarë thotë. Unë Po janë atje thotë. Unë po them që amerikanët, po e them kështu, jo europianët, po i heq fare, vetëm amerikanët. Iqi se s'kan nuk kanë vlerë për Jo, momentin. kanë vlerë disa. Ka një vlerë të vogël, po nuk është vendosin këta. Amerikanët janë të fokusuar tek puna e SPAK dhe aty nuk tolerojnë. Dhe bëjnë shumë mirë që... Ore, të ky vendimi sotëm, ishin brava po... Po, pra po, tek vendimi... Po, pra i thash të dyja. Po, pra po, Strukturat e posaçme. Dëgjoj, SPAK-un e kemi si fjalë me të cilën merremi Ju vesh me referohet shqiptarët. strukturës posaçme si SPAK çani, po ka këtë SPAK-u mbaruar. vetë Themi të GPPO-ja. drejtësia speciale, që jemi brenda. Po SPAK-u me njofin shqiptarët më burr, s'po them Dumani se ka ikur, po SPAK-u. Pra amerikanët aty nuk falin. Tani tek pjesa tjetër që ti me drejt thua, po mirë më, tani ajo që sot dorëzohej, nëse dorëzohej, do ishte SPAK-u, pra kërkesa e SPAK-ut. Pra logjika jote është fituan amerikanët që mbështesin SPAK. Nuk është logjika ime ajo. Unë thjesht bëra pyetje, janë Po hipoteza, të japësh asaj që po them unë, ta lidhësh me pyetjen tënde është, unë them SPAK-un e mbështet SBA. Eventualisht i bie që SBA ka ndërhyrë te gjykata kushtetuese që sot të mos rrëzohej SPAK-u, kërkesa e tij vendimi gjykatës. Por nuk është ky rasti, sepse ata, unë kam përshtypjen se në qoftë se do kishin ndonjë hezitim për këtë, do hynin fuqishëm dhe do e kishin zgjidhur me kohë. Ata, kur është puna për të folë me të gjithë ata që mund të prishin hetimet e SPAK-ut, kanë mënyrat e tyre si flasin. Ora është 11 pa 2 minuta, falenderoj Flogertin dhe Arsi dhe po lexoj tani për të qenë zemërgjer me ju se jeni pafund që më keni shkuar sot, dhe nuk mund të jemi indiferent. Kërkesa për arrest parlament thot Esa THL-ja ka ardhur dhe me akuza thot. Kërkesa për arrest parlament ka ardhur dhe me akuza thot thuaj Flogertit. Kush? Po lexoj pyetje tek kërkesa në kuvend. Po ka ardhur me akuza thot. Dakor për dakor. Ka ardhur me akuza shtesë, nuk ka qenë thjesht pezullim. Unë them që nuk do të pezulloj Rama, më vendimi politik i tij do jetë mjaftohuni me pezullimin, s'ka më këtu është kufiri. Tani Rama mund ta bëjë të kundërtën, nuk po them unë po. O çani po ky që Genti thot me sa më mend gjykata kushtetuese në 3 herët e fundit ka votuar 4-4 në stirnasjen e rrëzimit të kërkesës për rënien e VKM-s për uljen e pagave për mësuesit me diploma para Bolonjës, domethënë as mish as pesh. Giorgio Goca i thot po nuk kuptohet mirë çfarë qëndrimi kanë Flogerti dhe edhe Arsi thot lidhur me këtë çështje thot. Florenci Milano thot terrenin e ka përgatitur për luftë ndaj gjyqësorit, tani thjesht do bëj luftë të hapur thot. Dakord me Flogertin. Adnani thot të lutem se po konfuzoni njerëzit. Ky është vendim thot. 4-4 është prap vendim. Është njësoj sikur të ishte 5-4 në disfavor të kërkesës Ramës. Jurist jam, faleminderit Çani, respekte për ty. Raporter Albania thot në këtë rezultat është dhe ndikimi gringove, më besoni se kam informacion nga brenda, thot reporter Albania. Është ndikimi gringove. Dakor. Enrico Soldi thot pyetje për Flogertin. Ka një konfuzion, thot, se po lexoj portalet, ka një konfuzion, Flogert thot Enrico Soldi, në mediat e pushtetit. Kushtetuesja korrigjoi, reporter Albania, kushtetuesja korrigjoi vendimin e vetë gabuar që pranoi shqyrtimin e një çështje inekzistente. Tani është parlamenti në presion të super papaxhiut. Më thot reporter Albania, shkruan. Deni Deda thot po pozitë kërë e përmondet Ramsi duhet të zgjedhë drejt duke munduar të mbrojë profesionin edhe zënë e pushtet. Belo Method, në vendimin e kushtetutës kanë fituar të dy palët, 1 pikë ka marrë Ramsi, 1 pikë ka marrë gjykata kushtetuese, kanë dalë barazim, prandaj ndeshja përsëritet. Edhe 1 pikë SPAK. Kjo nuk është, pa e tham që kjo bie, nuk ka lidhje, s'ka marrë. Nuk ka fituar gjë Ramsi sot më burr, nuk ka humbur, nuk ka fituar gjë. Jo, po ka humbur, për shpirt ai do donte, patjetër. Bonita thot, nëse të huajt janë të gjykoj, që ishte pa në gjyqje, thot janë dhe mbrapa presionin dhe gjykatë kushtetuese që ka balancuar presionin që ka bërë Rama. Maradona Cenolli thot, sa thjeshta pas kanë qenë këto punë Çani. Ujku Blu thot, o Çani, të lutem thot, mund të flisni pak më thjesht se ne shkretë të marrin vesh nga jurisprudenca. Ka drejt. Nesti Angoni shkruan. Nesti Angoni thot, a ka miratuar vetë Ramsi këtë vendimin e Bukuroshes thot për të nxjerrë shkak me ndryshu ligjin? Për kë Bukuroshe e ka fjalën? S'ka për ty Arsi. Kujton se ke dhënë vendim ti sot. Jo, që
Jo, nuk e ka për ty, jo, nuk e ka për ty, jo, më fal. Sa të vërteta ka atë ai pohimi që theti? Orsi Rusmali, se gjyqtar arrin vetëm të barazimi, a keni problem me ligjin apo me guximin? Respekt. Marin Gjika thot, Lediona, fut treve në ekran, dhe mua Flogerti dhe Arsin, dhe 2 minuta. Marin Gjika thot, duhet të pyesim veten kujt i shërben kjo vonesë. Dhe Spaku pse kërkon ta heqin nga detyra, se ajo ka mundësi të prishi provat intimidose, largohet nëse e sheh që s'ka rrugë dalje. Ajo ikën çështja nuk vazhdon. Rama ja arriti qëllimit për vënuar të jap kohë Belindës thot. Ku është më dha se më iku? Më iku. Jam pa fund. Më iku kjo. Adnani thot, Rama nuk bëri dot as 5 vota si ka mundësi. 4-4 si bie tani. E ka mbyllur më në fund Amiz Raliaj. 4-4 si bie tani. Pra me këtë do lojmë, me këtë dilemë. Nëse një gjë është e sigurt. Tani janë telefonat dhe po luhet shumë. Një gjë është e sigurt, Beti në këto momente ka vajtur, Beti, që është Beti Flogret për ata që s'din nga Bixhozi si puna ime. Koeficienti bastit. Koeficienti bas tani në këto momente ka vajtur lart vëlla. Tani po luhet fort. Ka mbaruar ndeshjet. Tani më besoni për këtë se çiko. Ka mbaruar ndeshje, të gjitha ata që do ju thonë njerëz, të gjitha ata që do ju thonë nuk zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese, se është 4-4, vetëm fakti që ata nuk kanë marrë një vendim, pra nuk e kanë marrë parasysh kërkesën e kryeministrit, nuk kanë bërë dot 5 vota për të thënë ke drejt zotëri, lën fuqi atë që ishte paraprakisht, mbaroi filmi. Po, ndërkohë tani po luhet një bas tjetër diku tjetër. Që është? Sa thuash bas, po bëhet një negociat tjetër më lart. Që është? Që në parlament ai nuk e lëshon ballukun, kjo është pak po e sigurt. Po për të arritur në atë vendim ai do një mbështetje pra. Unë vërtet bëna një kështu atko, sigurisht Ramsi do visja me Grenellin. Ka fare nevojë. E ka argument. Ti thua nuk ka nevojë. Falë, kërkove pezullimin zotëri. Ja ku e ke. Ti arrestin e kërkove si pasojë e mos pasis një përgjigje shpejt nga ana gjykatës kushtetuese. Sa më erdhi s'mapet gjë. Kështu që bie automatikisht Se më iku kjo. Po ai politikisht nuk do e japi. Mendoj unë tani. Më iku, mu prish tani kjo, shikon? Bo nuk pushojnë. Prish totoja? Emrat e gjyqtarëve prit. Lexoj këtu. Janë ndarë. Po. Jo, mesazhi i fundit emrat e gjyqtarëve. Ku është më dha? Më iku, mu prish kjo, më doli kjo tani dhe zita heq. E kanë celular. Jo në iPad, e kanë celular. Vendimi u mor. Pse mu prish iPad dhe në fund sa i natë më vjen më burr. Jo, e rregullova. Vendimi u mor. Dani më pse s'mapet WhatsApp-i më burr. Më doli gjithë WhatsApp-i këtu, e kupton? Miku WhatsApp-i. Vendimi u mor e gjeta. Me barazim votash 4-4. Gjyqtarët, gjeni me vëmendje tani këtë e ta mbyllim. Gjyqtarët Mariana Semini, Gent Ibrahimi, Sonila Betja dhe Fiona Papajorgji, që është kryetaria e AGK-s, votuan pro kërkesës së Ramës. Atëherë takoi kryetarin e gjykatës ambasadorja thatë ju, apo jo? Po. Si bi? Dërsa Marsita Xhaferllari, Arsim Vokshi, Sandër Beci dhe Ilir Toska votuan kundër. Si bi? Duhen analizuar që nuk e legjitimon pra? Takohemi të martën.